Përshëndetje nga Poliklinika Laur, sot me mjekun e përgjithshëm në Poliklinika Laur, Artani Bishi. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, Lilitona. Sot do duam t'ju prezantojmë përpos që shërbimeve që i dini të cilat i prezantojmë në Poliklinika Laur, një ndër shërbimet që ka një kosto relativisht të përballueshme dhe është një shërbim jashtëzakonisht shumë i mirë se pacientët do të mund të marrin shërbimet e Poliklinikës Laur edhe në shtëpi me mjek të cilat bashkë me stafin janë deri tek dera e shtëpisë suaj në çdo moment që ju keni nevojë. A mund të na tregoni doktor pak për këtë shërbim? Përshëndetje Lilidona, fillimisht desha të përshëndes dhe ndjekësit e tu të cilët do na shohin sot. Shpresoj të gëzojnë shëndet të plot, sepse shëndeti është pasuria më e madhe që e kemi. Ne si poliklinik ofrojmë shërbime të mira për pacientët tonë, ofrojmë kushte moderne dhe atë pritjen që e kanë pacientët ne u hekim domethënë dhe stresin të cilët e gjejnë nëpër vende të tjera, këtu nuk e kanë. Ne ofrojmë shërbime gjithashtu si vizite shtëpiake, e cila është shumë e rëndësishme për pacientët të cilët nuk mundin të vinë këtu, por ne shkojmë te pacienti, domethënë ekipa përbëhet prej mjekut, motrës dhe shoferit i cili shkojmë domethënë me mjetin tonë domethënë të transportit. Ofrojmë shërbime të ndryshme të cilat shumicën e shërbimeve të cilat i ofrojmë këtu dhe na mundsojnë kushtet që t'i ofrojmë edhe në shtëpi, ne po ashtu i ofrojmë të gjitha këto shërbime edhe për pacientët tanë në shtëpi. Domethënë ideja e gjithë kësaj është që të ofrojmë shërbime të pacientëve edhe këtu, po gjithashtu edhe nëpër shtëpitë e tyre. Okej, në rregull, këtë dëshironi sot ta prezantojmë sepse përsëri do të them, ky shërbim ofrohet me një çmim të përballueshëm. Pra, nëse nuk keni mundësi që të drejtoheni deri te Poliklinika Laur, ju mund të kërkoni në këto numra telefoni dhe të njëjtin shërbim të merrni në shtëpinë tuaj. Faleminderit, doktor.